nderuar, unë mendoj që nuk është etike që ne të sjellim në konferencë thashë theme. Personi që ju sapo do t'ju shpjegoj se nuk është zyrtarisht kandidate. Prandaj pyetja është një thashë them. Zonja Sonila Bejti, antare e gjykatës kushtetuese, ka njoftuar komisionet parlamentare për tërheqjen e saj nga gara, menjëherë sapo gara është shpallur për shkak se ka papajtueshmëri me funksionin e antarit të gjykatës kushtetuese. Në atë email që është vënë dispozicion deputetëve, personi në fjalë argumenton që nuk ka menduar që procedura do të përmbyllej në një afat kaq të shpejt, pra ka gjykuar që procedura do të merrte kohën e vet dhe mund të korespondonte me mbarimin apo largimin e saj nga detyra, prandaj ka shprehur dhe interes. Përpasoj nuk ka asnjë marrëveshje të tillë, sikundër dua të sjell në vëmendjen tuaj që edhe legjislaturën e shkuar, avokati i popullit nuk është zgjedhur me konsensus për një arsye të vetme, se sa kohë unë të jem kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nuk ka për të patur asnjë bisedim në kafenet e kuvendit. Kam kërkuar dhe në procedurat që janë hapur, do të kërkoj që çdo diskutim të bëhet në organet e kuvendit, ku çdo bisedë regjistrohet, dokumentohet dhe sigurisht i bëhet transparencë e plot opinionit publik. Unë kam propozuar si format edhe në garën e shkuar dhe shkresat janë zyrtare që diskutimet të zhvillohen mes palëve politike në konferencën e kryetarëve, ku ne do duhet gjejmë një formulë transparente se si do të bëhet përzgjedhja e titullarëve të disa institucioneve kushtetuese apo të pavarura të krijuara me ligj. Sjell në vëmendjen tuaj atë që thot në fakt edhe raport progresi, që për shkak se zakonisht zgjedhja bëhet jashtë formateve transparente të organeve të kuvendit, ne kemi një politizim të shtuar të titullarëve apo institucioneve të pavarura. Këtu nuk e thot më opozita, e thot raport progresi që në faqen e tij të parë për politizimin e institucioneve të pavarura që zgjedh kuvendi. Dhe kjo vjen për shkak të kësaj fryme që majoranca propozon biseda në kafene dhe jo në institucionet e kuvendit. Sa t'jem unë kryetari i grupit parlamentar të PD-s, nuk ka për pasur kur asnjë bisedë në kafene. Në institucionet e kuvendit, po. Pyetje tjetër? Faleminderit shumë.